Greqia ka përballuar tronditjet e luftës në lindjen e mesme me qëndrueshmëri fiskale dhe stabilitet financiar të përmirësuar, thot Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke shtuar se reformat për të luftuar evazionin fiskal i kanë dhënë qeverisë hapësirë për masa që mbështesin të ardhurat e familjeve, ndërkohë që ulin me shpejtësi borxhin publik. Shoku i çmimeve të energjisë nga lufta në lindjen e mesme është një pengesë e madhe, por investimet e forta dhe reforma strukturore në kuadër të Next Generation EU po mbështesin rritjen. Reformat e fundit për të zvogëluar evazionin fiskal kanë zgjeruar bazën tatimore dhe zvogëluar ekonominë në hije, duke krijuar një hapësirë për të mbështetur të ardhurat e disponueshme të familjeve dhe siguruar njëkohësisht një ulje të shpejtë të borxhit publik. Programi i vlerësimit të sektorit financiar 2026, i pari që nga viti 2006, konstaton se rrezikët sistemike në sektorin financiar ishin të ulta para luftës dhe mbeten të menaxhueshme. Prodhimi i brendshëm bruto parashikohet të bjerë në 1.8% në vitin 2026, pavarësisht mbështetjes nga investimet më të larta publike dhe masat e mbështetjes së familjeve. Çmimet e larta të energjisë dhe kërkesa e dobët e jashtme për shkak të luftës do të ndikojnë negativisht në konsumin privat dhe turizmin. Në periudhë fatmesme, rritja parashikohet të bjerë në 1.5% në një kontekst të një popullsie në moshë pune në të kurrje, me pjesëmarrje të ulët në fuqinë punëtore dhe rritje të ngadaltë të produktivitetit. Rreziqet janë në kau negativ që rrjedhin kryesisht nga një luftë e zgjatur, një përshkallëzim i tensioneve gjeopolitike dhe fragmentimi tregtar, ndërsa rreziqet e brendshme përfshin vonesën në zbatimin e projekteve të financuara nga Next Generation EU. Rreziqet në rritje për inflacionin lindin nga rritjet e mëtejshme të çmimeve të lëndëve të para, rritja e pagave që tejkalon rritjen e produktivitetit të punës dhe kostot më të larta që lidhen me tronditjet klimatike.